Në zemër të Alpeve shqiptare, mes majave të larta, livadheve alpine dhe një natyre që të lë pa frymë, u rikthye festa e Çobanit, tashmë në edicionin e saj të tretë. Një festë unike, vetmja në trojet shqiptare, që i kushtohet tërësisht transhumancës, ose si që njohin banorët e këtyre anëve, çojes së bjeshkës, traditës së lashtë të ngjitjes së baktive drejt kullotave verore, e cila sot gëzon edhe vlerësimin e UNESCO-s. Nën organizimin e agroturizmit Kulla dhe Buni Bajraktarit, kjo festë mblodhi artistë, studiues, përfaqësues të Universitetit Luiç Gurakuqi të Shkodrës dhe qindra vizitor nga mbar trevat shqiptare. E djela në Bog nisi me një udhëtim në histori, traditë dhe shkencë. Aktivitetet e edicionit të tretë të festës së Çobanit u hapën me konferencën shkencore të organizuar nga përfaqësuesit e Universitetit Luiç Gurakuqi të Shkodrës, ku trajtuan vlerat historike, etnografike dhe kulturore të transhumancës, një traditë mijëravjeçare që sot gëzon mbrojtjen e UNESCO-s. Pas diskutimeve akademike, festa u shvendos në oborin e Kullës së Bajraktarit.
nga mbar trevat shqiptare. Banor dhe dhjetra vizitor pritën një nga momentet më emocionuese të ditës, paradën e epopejës së baktive që zbriste drejt festës duke rikthyer simbolikisht çojën e Bjeshkës, rritin që për sheku i ka shoqëruar jetën e barinjve të Alpeve shqiptare. Edhe kur ka pasur probleme në Shqipëri lidhur me probleme shëndetësore që kanë pasur baktit, këtu asnjëherë nuk janë prekur dhe kemi të bëjmë me race autoktone, të rritura shumë shëndetshëm në klimën e mrekullueshme që ofron boga, në këtë gjetbërim të jashtëzakonshëm dhe në këtë peizazh ku ndryshe quhet boga dhe porta e Alpeve shqiptare. I mollen ja të ludin po smadron kuqin mole kuronoj grim kuronoj grim more shkjano nuk ka Mole janë në guju U e mirë bal U që pajmë një dhete Mira pajmë një dhete Du më shqitë durte Mirë pajmë një dhete Du më shqitë durte Cilën Bjeshkët për dëno me dole. Në atmosferën e krijuar me stingujve të lahutës, kostumeve tradicionale dhe mikpritjes malësore, artistët ndanë emocionit dhe pjesëmarrjes në këtë festë unike, e cila vit pas viti po kthehet në një prej ngjarjeve më të rëndësishme të trashëgimisë kulturore shqiptare.
Në këtë amfiteatër natyror u mblodhen artistë, studiues, bjeshkatar dhe qindra vizitor për të festuar një nga traditët më të lashta të jetës shqiptare. Skena u mbush me tinguj dhe ngjyrat e folklorit shqiptar. Artistë dhe grupe nga Malësia e Madhe, Trieshi, Mallakastra, Tirana, Kurbini, Lezhë, Dukagjini, Tropoja dhe shumë treva të tjera sollën këngë, valle dhe rite tradicionale që dëshmojnë pasurinë e kulturës sonë popullore. Sa krenari e privilegj të kthehem prap në këtë skenë madhështore, në këtë amfiteatër natyror, në këto male me borë, e te kjo bjeshk si kunor, në zemër të Alpeve shqiptare, të cilën vetë Zoti e ka godit me dorë. Të nderuar miq artist dhe dashamirës të artit burimor baritor, të nderuar përfaqësues të Universitetit Luish Gurakuqi Shkodër, të nderuar të ftuar që na nderoni në emër të agroturizmit Kulla dhe Buni Bajraktarit. Ju uroj mirëseardhje në festën e çobanit 2026 edicioni i 3. E nisëm pak më parë sipas zakonit të këtyre bjeshkëve me këngën Kryekrahu, e cila është një nga traditat më të vjetra që ruhet e kultivohet edhe sot në këto anë. Si kod hymni kulturës shpirtërore të malësorve, pa të cilën nuk nisin as sofër, as gëzim në votrat e tyre, me të cilën e nisim edhe këtë koncert festiv të pasur me folklor, tradita, zakone, etnografi, me artë burimor të riteve baritore mbar shqiptare. Për të përshëndetur festën dhe të gjithë lautarët shqiptar, ftojmë në skenë rapsodin Zev Groshi. Kelmeni kanë zirë shumë lautar, me syre përmendim Jonus Delaj, figura e cili do nderohet ndër dekada për kontributin e vyer që ka dhënë në folklorin shqiptar, edhe një duartrokitje për Jonus Delën. Kemi Preta Shnilaj, mjeshtrin e madh, i cili na nderon në evente kombëtare, dhe ku është Zev Groshi, i cili do të na kënaq me këto ritme të lashta të lahutës tij. Nuk e kom Zoti na kolon. Ne u po na fake I shalas na kolon. Zoto zota I kulin jutrim nja. Ne mon troje te shqipënis. Sels kilmenit e morot të malësis. Kurin shqipet e more betë kyrena. Lewe u rritë mërë të rimin I klekë pepa. Nuk e njofti frike pa e nuk njofti hale. Luft ullhosje u pa I malësin e male. Do të vazhdojmë edhe me një këngë Maja Krahu. Luiz Gjerkaj, e ftojmë këtu. Përshëndetje të gjithëve, ne së bashkuar në këtë festë bukur. Por zakoni e do që pas një këngë Maja Kraut, një melodie edhe këngë të kënduar me lahut, tjeti zoti shtëpisë ai që bën përshëndetjen tradicionale. Ju duhet ta dini që për 3 vite Festa e Çobanit është një organizim I agroturizmit Kulla dhe Buni Bajraktarit. Prandaj unë do të bëja 2 përshëndetje, do t'i ftoja realisht 2 zotërinj të nderuar, fillimisht I zoti shtëpisë, zoti Gëzim Olaj. Ju lutem një përshëndetje për të gjithë të pranishmit këtu. Duartrokitja flet vetë për mundin, sakrificën edhe për kushtimin. Është një organizim që më shumë se çdo gjë ka zemrën tuaj, sfidën për ta çuar atë deri në fund dhe për të krijuar këtë traditë të bukur. Je I ftuar të vini këtu në skenë dhe së bashku me ju do të ftoja edhe një deputet mjaft I njohur që gjithmonë në aktivitete të ndryshme ai është prezent, zotin Bujar Rexha,
të dy së bashku le të vini këtu dhe bëjmë një përshëndetje për të gjithë ata që na kanë ardhur sot në festën e çobanit. Mirë se erdhët. Faleminderit që keni ardhur. Ju përshëndes, mirë se u ka pranuar Zoti në festën e çobanit, mirë se keni ardhur në bogën e Malësisë Madhe, në bogën e Kelmenit. Dua me falenderu gjithsecilin që ka marrë pjesë sot këto, gjitha grupet muzikore që kanë ardhur nga gjitha trevat. Kena grupe që kanë ardhur nga Prishtina, kena grupe që kanë ardhur nga Rogova, nga Trishi, nga Ulqini, nga Lezhë, nga Tirana e deri në Mallakastër. I falenderim veçantë për tonë organizatorë që me boj këtë festë kaq të bukur. Edhe shumë i mirë se ardhën edhe Zoti Voja Regja. Shijoni ditën, shijoni çdo gjë që ka, po shijoni natyrën e bogës në maksimum, me gjithë muzikën e me gjithë ushqimet sa mund na me gatu këto, por fjalën do m'ja kalu Bojarit. Mirë se ka pru Zoti ju tanë verë. Faleminderit, Gzim. Të dashtun Bogjan, të dashtun Malsor, të dashtun të ftuar miq e dashamirë të cilët merrni pjesë në këtë aktivitet shumë të rëndësishëm, të cilit i kanë dhënë jetë Bogjan dhe përfaqësuesi më dinjitoz i tyre, biznesmeni vizionar Gzim Ola, i cili për 3 vjet me radhë po i jep rëndësinë që meriton çobanit, duke bërë një festë relativisht të re, festën e çobanit, e cila tregon dhe jep rëndësinë atyre të cilëve në shekuj kanë kontribuar, kanë qenë shtylla e familjeve malësore, kanë qenë shtylla e zonës dhe kanë bërë të mundur me sakrifica që nga ngritja e staneve, që nga menaxhimi dhe përmirëqenien e familjeve tyre, ku kuptohet zona jonë, zona albeve të rëndësishme, ka patur gjithmonë mbështimin e blegtorisë, e cila i ka shërbyer të mbjetojnë në këto kushte dhe në territor shumë malor. Malësia Madhe ka zona shumë bukura turistike, ku boga zën një vend veçantë dhe vitet e fundit investimet të djemve vizionar, siç është Gzimi, kanë bërë të mundur që t'i japin jetë këtij vendi. Po kështu, duke parë iniciativat e individëve, edhe qeveria shqiptare ka bërë të mundur, ka bërë investime të rëndësishme, sidomos me rrugën, dhe ku shumë shpejt do të zgjidhim problemin përfundimtar të furnizimit me energji elektrike, e cila ka qenë problematike ndoshta për shumë vite. Ka filluar investimi 35 kW, i cili fillon nga Dedaj, do kaloj nga Boga edhe do shkoj deri në Theth, dhe mendoj që do ta zgjidhë përfundimisht. Një tjetër projekt që është shumë i rëndësishëm që ne po punojmë fort është zgjidhja e problemit të furnizimit me ujë në zonën tuaj, pasi Boga ka vështirësi në furnizimin me ujë. Nuk dua t'ju marr më kohë, thjesht ju falenderoj gjithëve dhe një falënderim i veçantë edhe për grupet që nga jugu e deri në trevat tona të Malësisë Madhe që marrin pjesë sot dhe po i kanë kushtuar rëndësinë që meriton festa e çobanit. Po e mbyll me kaq, ju falenderoj gjithë nga zemra dhe ju uroj gjithë juve dhe familjeve tuaja më të mirat. Faleminderit. Faleminderit. I falenderojmë përmes një duartrokitje. Dhe përderisa jemi te festa e çobanit, a ka kuptim të nisem me ndonjë këngë tjetër përveç asaj që titullohet Festa e çobanit? Po kush do e sjell? Ashtu siç e nisën të zotët e shtëpisë, le të vazhdoj një i shtëpisë. Unë do të ftoja këtu një djalë që kujdeset gjithmonë për traditën dhe jo pse vjen fizikisht me familjen, fëmijët, nënën, të gjithë këtu në festë, por ai kujdeset që të krijojë një traditë të bukur sofrën e Malësisë edhe në varrezet e Italisë. Unë do ftoja përpara jush Gjergj Pjetër Ndrejaj. Ai do të ketë 3 këngë shumë të mrekullueshme, ku e para titullohet Festa e çobanit, Boga e Kelmendit dhe Vendi im. Përshëndetje tonëve, mirë se keni ardhur, mirë se ka pru Zotin Bogë të Malësisë Madhe. Ju përshëndes tonëve
E hali Dashmëqoni u ka dalë me kësyet tonë, se na përvallë dhe për kësim kena ardhë, e për të mirë u mliosim gjithmonë. Përshëndetje Gzim Olës, e tonëve që jeni këto, tonë grupeve e tonë artistëve. Si sofra e malsori, shpia miku dhe e zotit bujarin, he shqiptari, zëndë buni bojraktorit. Mërgjimtar o mërgjimtar, ku do jesh ti e shqiptar, sa her kthehenin këto, mollë Gzim gjeni në boge. Qanë male, qanë tok, si rufea bjeni mi bo. Për këto bjeshke s'kenore, mrize luze këto livove. Gjithë mësor si asgona qika poka polisi zona. Molle kemi sora, drushur sofra, molle mot, këndoj dëmbe, hedhin vode, në zemër, mali si isma. Ata vinë në ritmet e tupanave, besa e Trieshit, mirë se erdhët në festën e Çobanit. Jemi në malësi të madhe. Janë motrat dhe vëllezërit tanë, zyrtarisht në malin e zi, por jemi një komp. Faleminderit shumë. Nëse doni të dini sa vjeçar është ky grupi, 60 vjeç. Mos pritni të shikoni një 60 vjeçar, jo se nuk ka. Por grupi rifreskohet në çdo dekadë. Të gjithë janë student, maturant, me profesione disa, me syre edhe ndonjë vajzë që ka ngritur biznesin e vet. Dhe ja shikoni sa hishëm, sa na e zbukurojnë këtë lëndin të bukur në festën e Çobanit. Me kostumit e tyre origjinale, por e përsëris, vallet e tyre, interpretimet e tyre do t'ju emocionojnë tej mase. Faleminderit shumë që jeni këtu me ne. Faleminderit shumë. Me këngën Bajziania, sa na erdhën deri këtu dhe na thanë, kujdes, a do e nisësh me këtë këngë apo jo? Ai krijon një atmosferë shumë të mrekullueshme, ashtu siç mbrëm, që na ka lënë deri në 3 të natës duke kënduar e kërcyer të gjithë së bashku. Përpara jush, Lek Det Vukaj. Të dërëm Musabjellë një turkitje për shoqërinë kultur-artistike Trieshi. Faleminderit. Zuar, hajde zim të ritën vallë, shkojmë. Hajde këngë e Bajzianës.
veshje ka veshje origjinale, por besoj që dhe unë kam sot një paraqitje të hijshme. Gjej rastin për të falenderuar artizanen Vjosa Tahiri, ose ndryshe dyqani Kostume Joni, kostume popullore Joni. Nuk keni nevojë të shkoni deri te Hamdi Bushati se e ka pozicionin aty, po ja ku e keni zonjën Vjosa Tahiri, zonjën që po përshëndet me dorë, ka sjell disa nga produktet e saj këtu në festën e Çobanit. Faleminderit sot. Të lumshin duart. Atëherë besa e Trieshit përpara jush. Gjej rastin për të falenderuar ata që bëjnë të mundur festën e Çobanit. Kuptohet që kryefjala ose sponsor general është Agroturizëm Buni dhe Kulla e Bayraktarit. Dhe ne e falenderojmë i treti vit radhës që organizon këtë festë kaq të bukur unikale në Malësi të Madhe. Por kësaj radhe ne kemi edhe dy mbështetës. Fillimisht do të falenderoja kompaninë Sigal, një kompani mjaft serioze në të gjithë territorin shqiptar. Gjithashtu do të falenderoja edhe North Alpin Villa. I uroj një sezon shumë të mbarë, të mrekullueshëm në ato vila të bukura që ka dhe që i ka arrenduar mjaft mirë. Dhe është momenti një këngëtari nga Malësia e Madhe. Vitet ecin, Fred Delaj nuk ndryshon as pak. Nuk e kam fjalën tek paraqitja, se kjo as që bëhet fjalë, por dhe te zëri i tij mrekullueshëm. Përpara jush, Fred Delaj. Si mali për të bore, e di
planifikuar Nikol Buçi dhe tjetër gjë i tham ne, po pse ja ndryshuan programin dhe i vendosëm një potpuri shkodrane. E duam prej teje një potpuri shkodrane. Gjej rastin të falenderoj Agjenci Turistike Lida Travel. Ku i kam ato që kanë udhëtuar, ato zonja të nderuara dhe ndonjë zotëri tek tuk që ka udhëtuar me Lida Travel. Janë 30 vizitorë që kanë ardhur për herë të parë te festa e Çobani. Faleminderit dhe ju mi presim gjithmonë. Dhe për t'ju kënaqur bëm të ndryshim në program me një potpuri shkodrane. Improvizojnë betejrat që janë bërë dikur ndaj armiqve. Çka tregon edhe karakterin e fortë të popullit shqiptar, që në veshjen e tyre të emocionojnë. Unë do të ftoja përpara jush ansamblin folklorik autokton Rrugova. Unë e si Luizi, Maja Krahut s'po ja thënë, po duat ju përshëndes ka Rrugova, ju rranjë të vetat e trashëgimisë tonë kulturore që për mbani gjallë, dhe po për cilin nga brezin i brez, gjitha jo që ka na ka specifikua si popull, e sidomos kjo zonë e veriut, që meriton të jetë ndër vlerat ma të vjeta të kulturës dhe etnografisë, dhe ka vendin në Evropë, po pse jo dhe në UNESCO. Prandaj une me një kom që bëni duhet ju përshëndes pak Maja Krahut.
E mirë balam që poj mjedo dhete, me të mi lujte tranu jatë rënte. Ua me pilujte, ua peroni pune, kura pedhen pa ju sheken o në shtrunge. Jasmin Nikaj, nga Malësia e Madhe e Tuzi. Hajde të mblidhemi të gjithë këtu përpara për të kërcyer me ritmet e këngëve të tij. Mirë se gjeta, faleminderit. Në emër të grupit muzikor ju përshëndes gjithëve që jeni këtu sot dhe përshëndes organizatorin Gzim Olaj për festin e çobanit që organizon çdo vit. Po ashtu dhe në emrin tim Jasmini, Aleksandri Vulaj, Nikol Gjokaj, Levaso Memçaj, u përshëndesim. Tani uftoj gjithve e në valle, ju lutem, gjithë të afroni këtu të vallëzojnë së bashkut. Hajde mos rrini, ju lutem, hajde kemi fest. Hajde! Mori më rritën gem, po në këtë rita që mirë se vjen, sa ka
Këtu përpara jush kemi grupin Dance Studio Desa Tiran, por do thoja dhe një informacion jo pak të rëndësishëm. Besarta Kukaj, afro këtu pranë meje? Kjo vajza ka që vogël, jo vetëm është këngëtare, por është dhe një koreografe mjaft e mirë. Ajo i mëson antarët e tjerë të grupit se si të kërcejnë, apo jo, është e vërtet? Po. Origjina e saj është nga Puka, ama banon në Tiranë. Tani pse thashun në fillim që kemi përfaqësinë nga Tirana, por unë do thoja Tiranë dhe Pukë bashk. Je dakord? Super. Dhe tashmë është momenti që Jugu të vi në skenën e Çobanit, ose ndryshe festa e Çobanit. Ata kanë për herë të dytë që vinë në këtë festë, bëj fjalë për grupin folklorik Gjergj Arianiti Mallakastër, shoqëruar ose më saktë kryesuar nga mjeshtri i madh Guri Rokaj. I mirëpresit se kam bërë rrugë të gjatë për të ardhur deri këtu. Hyni pak aty në YouTube, shikoni këto transmetime tona, ashtu si dhe festa e Çobanit do të jetë pjesë e emisioneve që realizohen në Pushosh Shqiptarçe të TV1 Channel. Gjej rastin këtu të falenderoj edhe shumë portale apo faqe në Facebook, duke filluar nga Jeta Shkollore, e cila ka mbuluar pjesën më të madhe të festës së Çobanit me postimet e vazhdueshme, po ashtu do të përgatisë edhe programin e plot. Ha 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 ha.
boga jonë në malësi të madhe, ashtu, thrull për pushk, edhe për valle, vëndi bjeshkës dhe i stanit, sot vëllor feste qobanit, bashkë tek shpia e krenarit, u shton kulla e baraktarit. Ja këtu, ku shkre prufeja, gjimur kënga dhe hareja, në këto troje shumë të rënda, me tradita të ergjënda, me stabanit popullor, këtu do të gjesh edhe folklor. Erdi vera si nga hera bilbili në malë këndon. Erdi vera si nga hera bilbili në malë këndon. Bilbili në malë këndon. E në përlugje grijer stane trëndelina lullëzon. Edhe o në përlugje grijer stane trëndelina lullëzon. Edhe o trëndelina lullëzon. Varet kopeja nga mali qopani për parashkon. Varet kopeja nga mali qopani për parashkon. Qopani për parashkon. E dele shoqja buza gazi dhe të shoqi qendimon. Dele shoqja buza gazi dhe të shoqi qendimon. Amanjo dhe të shoqi në qendimon. Grikëmën e kapto gardë, o bobo e o bobo. Grikëmën e kapto gardë, o bobo e o bobo. Meru sheq po bën kështu brum, të shopull pën e bardë. O bobo e o bobo, ha, shopull, ha, bardha. O bobo e o bobo, meru sheq po bën kështu. Kofshe sa jë rathë, o bobo e o bobo. Kofshe sa jë rathë, o bobo e o bobo. Meru sheq po bën kështu brum. Djemurin vuren mera kë, o bobo e o bobo. Djemurin vuren mera kë, o bobo e o bobo. Meru sheq po bën kështu brum. Në festën e çobanit ne sollëm Pukën, Tiranën, sa po kishim Mallakastrën, në Shkurbini që po pret. Por tani është radha e përfaqësimit nga Tropoja. Përpara jush do të vi Gjon Nika me një këngë shumë të bukur, të titulluar Prej njati shpati ti kam lëshu syt. E mirëpresim me një duar trokitje.
pjesë, oj more jo me habite. Krejt prej men, njësa jo me habite, kom i qudoren, pajnal t'jo me qite. Do të vijojmë me mysafir të tjerë që vinë për herë të parë në festën e Çobanit, bëhet fjalë për grupin folklorik, shoqërinë kulturore artistike Valle i Lire, vinë nga Ulqini, nga rrethinat e Ulqinit. Hajde një duar trokitje, ta mbështesim këtë grup të ri, i formuar kohëve të fundit, akoma se ka për vitin që është krijuar, por të mos harojmë përpjekjet e jashtëzakonshme që bëjnë vëllezërit dhe motrat tona atje ku jetojnë shqiptarët, pjesë e trojeve shqiptare, për të mbajtur traditat. Me sy do të shikoni një kolorit veshje, sidomos dalloni atë që është e Shestanit. Kam përshtypjen që do bie me një herë në sy. Unë do falenderoja udhëheqësen artistike Alba Antoni, që kujdese për ta, e sidomos koreografin e mrekullueshëm mjeshtrin Aldonika në Shkodër, që kujdese dhe shkon në trojet shqiptare për të ndihmuar atje në ruajtjen e traditas. I mirëpresim me një duar trokitje në interpretimet e tyre dhe në këtë dalje të parë në festën e Çobanit në Bog. që vinë aty, ku është edhe regjisorja, gjerasi këtu ta falenderoj zonjën Rita Shkurtaj, që është kujdesur në çdo detaj të festës dhe nuk ka pushuar një moment.
pra që t'ju ja fund të gjitha fjalëve që erdhen aty dhe thanë kur do dalë, kur më në fund, a ka mundësi ta thoni ju emrin e tij, kush do vi përpara jush? Zef Beka përpara jush. Përshëndetje gjithëve. Unë do doja një dorë tokitje për moderatorën, për Kozetën, e cila me fjalë të bukura sot ju përshëndet gjithë nga zemra dhe fton gjithë të artistë sot në Bogu. A ka mundësi dorë tokitje për moderatorën Kozeta? Faleminderit juve. Atëherë, të nderuar zonja dhe zotëri, kam ndërë në kënaqësi shënimin tim personal Zef Beka nga Fisi i Mërturit nga Tropoja. Kam ndërë dhe kënaqësi që jam këtu në Bogu, është hera 2 që vi këtu në Bogu, ku organizohet festa e çobanit. Kështu që kam ndërë dhe kënaqësi t'ju përshëndes gjithë juve nga zemra që keni ardhur sot, të kalojmë momente sa më të bukura që kanë ardhur nga gjithë Shqipëria, nga diaspora, nga Ulqini edhe nga Kosova. Kush nga Kosova? Çoje dorën. Mirë se ju ka ofruar Zoti këtu në Bogu. Kështu, unë do ta filloj me një këngë i Zoti i shtëpisë të Rritnera. A jeni dakord? Po një du mu afru këtu e trim pak ndjelja, si thoni ju? Hajde trije shikuasht. Tuzi! Unë do ta përshëndes Zotin e shtëpisë, Gzimolajn, mikun tim, shokun tim, i cili gjithmonë organizon të tilla tubime kaq të bukura, edhe e dedikuar shumë bukur festa e çobanit. Se dhe çobani dikur, matagur është ul kam kryq. Shkojmë mushe djalë. Hajde Boga! Bravo! Çoja maestro! Hajde Boga! Është radha e shoqërisë kulturore Jehona e Kelmendit me artistët e saj të mrekullueshëm, udhëheqëse artistike Dila Vaçaj, energjike dhe sot për ta mbajtur grupin e bashkuar dhe për të bërë pjesë e shumë aktiviteteve, ku aktivitetet kryesore të kësaj shoqërie kulturore ka qenë sidomos logu i bjeshkëve.
faleminderit të madhe dhe përpara jush do të vinë këta këngëtar. Luiz Gjerkaj, Gjergjë Lumaj, Elderin Drekaj, Nikolin e Veronika Isufaj, Babe Bi. Si lullet Lëndina, kur para nis me shkrim, si tingjat me legërima, këndoj për ty malësi. Festivalet që i shur, ka marrë sot për ju, publikën ta mbeshur, këndoni me mu. Lumnia e paskaton, unë me ty me u dashuru, ledha time të le dashtine, që i ke ruajt veç për e mo. Lumnia e paskaton, unë me ty me u dashuru, ledha time të le dashtine, që i ke ruajt veç për e mo. Ka djeli për mi male, kur shkoj pari malë si shmale, vjen lahutat dhe shteketari, ku i ka kula qamurtari. Male të hotit piske dhe zana, vide qish dërnu se hana, trabo in Shqipja për kullet, me rritin e rin dhe gjolulin, me rritin e rin dhe gjolulin. Lume shpas kakën në hoti, sofrë pare dërva roti, ura ore shqiptaris, dhe gjoluli priu trimnis. Lume shpas kakën në hoti, sofrë pare dërva roti, me flamur të Skënderbeu, ja kod por foqe në dheu. Si këreshtat e këti veni, faqe kuqe për simbol, shtati bajrak belin e holle. Shtati bajrak belin e holle, pasha desën e mire bolle. Mirë presim David Dreshaj. Përshëndetje Boga. A keni dalë mu knasë sot ajo? Shkojmë, Luiz. Ej, ku e kam rinin sot? A jeni gati pak për muzikë moderne dhe pak ritëm më ndryshe. Shkojmë krejt bashk. S'muj me nejton ty pat pa, edhe zani pa tani, qysh na dy me unda, e me hub këtë ashni. S'muj me nejton ty pat pa, edhe zani pa tani, qysh na dy me unda, e me hub këtë ashni. Put your hands up everybody. Hey, hajde duhet lërë krejt, ku e kam rinin sot. Hey, je ka s'filesh menime të mija, ti s'ke di qa o dashnia, tona toni lia, për me ote ti. Je ka s'filesh menime të mija, ti s'ke di qa o dashnia, vetëm ti e nonët e mija, menen ma ke marë. Unë do falenderoja pjesëmarrjen në një grupi që ka ardhur nga Kurbini. Ata janë të gjithë të rinj. Kjo po regjistrohet dhe do transmetohet fillimisht në emisionin Pushosh Shqiptarçe dhe më pas edhe tek Jeta Shkollore. Janë edhe të gjitha portalet e tjera. Grupi Kurbinit. Të rinj që përfaqësojnë janë Marko Hoti, Vionik Tuci dhe Leonel Gjoka.
deli djeli për mire, u brek mali rete nalta, një ty del maj bukur konga. Për shumë burat e malësis, na to mole konga nis, histori veç burra mesin, si pat hoti tjetër se kun. Hajde! Me jashti frikën malësis, shovinistat paskan nis, tu bo plan me thy malësin, shumë malësorit jam syn shpine. Su shkojnë gjonat si kan menu, tjetër se ku s'ka pranu, si kanë darsu ka një gju, kanë venos me pushka tue. Kemi dhe 3 dalit e fundit skenike, do e filloja fillimisht me këngëtarin Pëllum Demaj nga Dukagjini. Do e ndjekim me shumë kënaqësi zërin e tij të mrekullueshëm me 2 interpretime, Bruça i vendi im dhe Vajzë syzes. Për të vijuar më pas me një talent i cili ka qenë që në vitin e parë të festës së çobanit, bëj fjalë për Dukagjinasin e vogël me banim në Tiranë, Leo Marsheqaj, i cili kur interpreton i del nga shpirti dhe interpretimi përmes gestikulacionit gjuhës së trupit. Prandaj bravo i qoftë Leo së vogël. Dhe për ta mbyllur si ëmbëlsira mbi tort janë trinjakët Emanuel, Elizabeta, Emanuel Luka. E dëgjuat mirë, trinjak janë. Ata kanë dhe një vëlla të vogël. Trinjak, po ama 3 artistë, të 3 janë zënës në shkollën artistike Prenkjakova në Shkodër. Mua më vjen mirë që familja Luka ju a ka trashëguar traditën e bukur sidomos të luaj në lahut, pavarësisht se Emanueli është në instrumentin e violonçelit në shkollën artistike Prenkjakova, pa llogaritur dhe 2 motrat e tij në piano dhe violin. Është shumë kënaqësi që ne i kemi ata, pavarësisht se ishin të fundit në program, po kanë vlerë po aq sa të tjerët. Unë do i ftoja me radhë, duke nisur fillimisht nga Pëllum Demaj. Përshëndetje gjithëve, gëzuar festën e çobanit 2026. Vazhdojmë me këngën e parë, Bruça i vendi im. Kem malit, kem qenë duhe, prez pas prezit,
shiri, haj para çlirimit tul koçak, djali prej regjimit lojtar topit e njoft Europa për parot e pa një vota. Qyshen vite do 40 do u kthy, hajde në vete veten kafet mollet, Shkodër ka hi e mbrezi maj, ka mërë ty alti e tavoli, nëne pas kanë zone një ty ofer, mërë 5 Gjermane kanë pyto, dëne mi kanë thone bakalti, jatë mor me najlone nuk e mqef, për me dam tu ty e do me I po, veç për bukuri. Në një shtëpi ku fjala ishte shpres, u rritën fëmijën si lule me ves, Dy vajza si drit me lule kuror, dhe djali si e hon, mari me bor. Prindë qifteria si gjeti në dor, kur tinglon fylli me zëra shgazmor, tradita më fler, me tingu jarbror, kur zemrat këndoj, nga majet me bor. Prindë qifteria si gjeti në dor, kur tinglon fylli me zëra shgazmor, tradita më fler, me tingu jarbror, kur zemrat këndoj, nga majet me bor. Nga baba mësua me zemër të ras, nga nëna me tinguj lahute të flas, gjyshi me lahute po s'këndon, stërgjyshi me fyll, tradita vazhdon. Prindë qifteria si gjeti në dor, kur tinglon fylli me zëra shgazmor, tradita më fler, me tingu jarbror, kur zemrat këndoj, nga majet me bor. Prindë qifteria si gjeti në dor, kur tinglon fylli me zëra shgazmor, tradita më fler, me tingu jarbror, kur zemrat këndoj, nga majet me bor. Tradita vazhdon. Këtu kemi përfunduar programin artistik të festës së Çobanit, edicioni 3. Falenderoj të gjithë ata që na kanë ndjekur, falenderoj dhe gjithë teleshikuesit që përmes qoftë portaleve, faqeve në rrjetet sociale apo dhe TV1 Channel na kanë ndjekur në këtë transmetim të këtij programi artistik. Mbi të gjitha falenderoj Agroturizëm Kulla dhe Buni Bajraktari që mundsoi për të tretin vit me radhë realizimin e festës së Çobanit. Një organizim unikal në të gjithë Shqipërinë, dedikuar pikërisht kësaj tradite e cila tashmë ka hyrë në UNESCO. Falenderoj edhe të gjithë artistët, një numër I pafund I tyre që ishte këtu së bashku me ne dhe u ngjitën në këtë skenë. Dhe ja ku kemi mbritur në fund të transmetimit ton dhe të këtij programi të realizuar me mjaft kujdes nga organizatorët, ku do doja të falenderoja me këtë rast edhe regjisoren Rita Shkurtaj.
Falenderoj dhe çunat që mundsuan përmes pajisjeve teknike realizimin më së miri të fesës. Dhe ne do të shihemi pas një viti në 2027 në fesën e Çobanit si një traditë e bukur. 3, 4, 5 e kush e di se sa dekade do të vijoj. Faleminderit ju që qëndruat deri në këtë momente. Ju shkof të mbar dhe shijoni bogën, jo kalimthi për të shkuar në theth, por për të ndalur këtu dhe shijuar resurset e bogës. Vlerat turistike që ajo ka, vlerat historike që ajo ka, qëndroni në bujtinat që janë këtu dhe kaloni një sezon të mbar të vit e sa herë që të vini në bogë. Faleminderit dhe mirupafshim, mirupafshim.